Përshëndetje dashur mik të emisionit Personazhe në Fokus. Siç e shikoni, sot emisioni ynë është komplet i postuar në mes të Myzeqes, pikërisht pranë kishës së fshatit Mazhaj. Sot, në këtë emision, do të ndalemi në historinë e besimit, trashëgimisë dhe rrëfimin nga zemra e Myzeqes, aty ku kisha e Mazhajt ka qenë dhe mbetet një simbol i fortë i besimit ortodoks. Për mua sot, për ju, për të gjithë shikuesit e këtij emisioni, ne do të flasim për historikun e një kishës së Mazhajt, jo pikërisht kësaj kishe që është ndërtuar pas viteve 90, po pikërisht për kishën që është diku në rrënojet e saj apo në themelet e saj të vendosura gati 50 metër nga ndërtimi i kishës së re. Përballë kësaj kishes ndodhet monumenti i natyrës një rap shekullor, që ka në brendësi të tij një histori të mbajtur gjallë. Pikërisht sot ne kemi zgjedhur këtë kishë, këtë vend për gjithë besimtarët ortodoks të zonës së Myzeqes. Ndërtimi i kësaj kishe, rekonstruksioni i kësaj kishe, oborri i kësaj kishe janë të gjitha dhurat nga besimtarët e zonës së fshatit Mazhaj dhe rrethinat e tij. I ftuar i radhës për këtë episod, për na treguar gjithë historikun e kësaj kishe është At Terito Gjoka. Faleminderit që ju pranuat të jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, për shikuesit e këtij emisioni, por dhe për të gjithë besimtarët ortodoks, për na treguar pak historinë e kishës së Mazhajt, për të dhënë gjithçka që ju dini nga vetë historiku dhe vetë nga besimi ortodoks të kësaj zone. Ju falenderoj juve si media që vini në janorin tonë, në kishën Shën Dimitrit, për të treguar këtu historinë e kësaj kishe edhe çfarë gjithçka që është bërë në këtë kishë. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Besoj se ne do të shkojmë aty te rrënojat e kishës së vjetër për ta treguar pak atë historinë e bukur. Po. Pikërisht ne jemi, besoj, mbi muralet e vjetora të kishës ekzistuese që është prishur cilin vit? Në vitin 1967. A mund ma tregosh pak historikun e kësaj kishe, më shumë për kuriozitet të dim, sepse kjo kishë është nga kishat më të vjetra. Pasi ju, para se ne të hynim në emision, diskutuam bashkë për një lloj morish që kjo kishë kishte edhe besimet hyjnore që ishin forca e fuqisë së natyrës, që dhe kur kanë ardhur për ta shkatruar të kishë, ka pasur një histori shumë të veçantë. Siç u thash dhe më përpara, këtu jemi në trullin e vjetër të kishës së Shën Dimitrit. Kjo më përpara populli i thoshte Shën Dimitri Kokotovës, sepse e mirë të këtë emër, sepse në mënyrë të fshatit Kasimejas dhe Mazhaj këtu ndodhesh një fshat që është Kokotovë, sipas regjistrave osman të vitit 1700. Gjithmonë ato lutem më fal, gjithmonë do të kreni nga operatori për të parë. Edhe në përmbytjet e atij viti, fshatin e mori lumi dhe kështu shpëtoi vetëm kisha. Kjo ka qenë një kishë shumë e madhe dhe prishja e fundit e ka qenë në vitin 1967, domethënë ishte sipas gojdhenave e treta e rindërtuar. Dhe neve për ta ruajtur këtë trull të kësaj kishe, neve dy besimtarë nga zona këtu ndërtuan paraklisin që njerëzit vinë gjithmonë këtu dhe ndezin qiri dhe falen dhe luten te kjo kishë. Dhe ne këtë trull e ruajmë. Kjo ka qenë një kishë shumë e madhe dhe ka qenë dy katëshe. Ka qenë me mafili thoshin, dhe të ndarë në një krah burrat, në një krah gratë, edhe ishte dy katëshe dhe të gjithë priftrinë e Myzeqes këtu kanë bërë sarandarin ose 40 mesha që dishin priftrinë. Dhe në vitin 67 si në gjithë vendin, u shkatruan dhe u mohua dhe besimi dhe u shkatruan të gjitha dhe këtë fat pati dhe kisha jonë. Ku këtu gurët e kësaj kishe u përdorën për vend strehime, për magazina dhe u shpërndan në të gjithë zonën, që ne i munduar tani disa gjëra që i kemi gjetur, i kemi sjellë tek kisha e re që kemi ngritur. Dhe në fund pastaj u prish dhe kamaneria. Kamaneria e cila këtu u vendosën 3 traktora 75 me zinxhir për ta shemur edhe tërhiqnin edhe fike që nuk e shemën dot. Dhe pastaj vendosën
me rezervistët dhe zboristët e asaj kohe, e prishin tull më tull deri sa këtë e shkatëruan. Deri në vitin kjo pastaj shërbeu si repartë ushtarak, edhe fund fare pastaj çdo gjë, siç e shikoni dhe ju, ka ngelur shesh e shkatëruar. Përveç se ajo shkatërrohet në vitin 1967, vetë banorët e kësaj zonës, a kanë mbajtur relike të ndryshme të marra në ato kohë, apo libra të shenjtë të vjetër të asaj kohë dhe sot të ruhen dhe pikërisht janë dhuruar juve të kisha e re? Po, është e vërtetë, sado që u munduan që ta prishnin besimin, por rrënjët ngelën. Edhe njerëzit e runin këtë në fshehtësi. Dhe neve mas ardhjes së ligjit besimit u munduan të kërkonim disa gjëra të vjetra që kishin ngelur nga kjo kishë dhe ka shpëtuar ungjilli. Ungjilli i kishës edhe të rinkona. Dhe këto ungjillin e Kush janë të gjendura këto? Kush besimtari ka pasur këto të ruajtur? Një besimtar këtu që ishte i paralizuar nga zona, Sokrat Vangjel Bushi, kur mas e ndroi jetë në baulin e tij aty në sanduk, ishte i fshehur ungjilli dhe u gjet rastësisht gjatë pastrimit siç e kemi zakon neve që mbas tyre, dhe tek ai nuk vinte mendja njëri që të shkonin të kontrollonin, edhe kështu që shpëtoi ungjilli. Dhe të rinkona, sepse në atë kohë dha urdhër që inkonat grumulloshin te kisha e Shënkollit në Toshkës dhe pastaj shkonin te muzeu në Berat. Dhe një karrocier, Leo Fani Nushi, që mori inkonat nga këtu për t'i çuar atje, në atë arkën ku rrinë ulur karrocieri, futi të rinkona dhe atje nuk i numëroi njeri dhe ato ngelën dhe shpëtuan. Dhe ato kanë ardhur te kisha që tregojnë dëshminë e gjallë, dhe sado që besimi ishte i refuzuar, njerëzit e ruajtën me mënyrën e tyre në fshehtësi. Çfarë viti është ndërtuar kjo kisha për herë të parë? Sipas gojdhenave, kjo ishte se datën e kësaj kishe që kemi këtu, e kemi të 1817-s. Po sipas gojdhenave, kjo është më e hershme dhe ka qenë më e vogël. Dhe si thash nga përmbysjet, nga djegjet, të gjitha përsëriti, kjo e ka datën të 1817-s. Kush e ka vizituar në ato kohë këtë kishë, për kuriozitet më shumë të dim, sepse normale historia sot trazohet nga gjitha anët, po realiteti i besimit, realiteti i atyre që e kanë shkelur të kishë është më fakt. Siç thash, kjo kishë ka qenë qendër si për myzeqen dhe ka një kuror të pasur për ftyrje. Ka kuror të pasur për ftyrje që fillon që më herët me Papa Josifin, Papa Palin, Papa Theodorin, që i thoshin Nikonom Zagali, Papa Elian që është dëshmor i Atdheut, Papa Nikola, Papa Petro, dhe i fundit ka qenë Papa Trifon Qose, që ishte priti i fundit, që në vitin 1967 që u mbyll kisha. Edhe këtu u dha urdhër, në atë kohë siç u dha urdhër në gjithë vendet e kjo të mbyllesh, por këtu u bë një gabim i madh, dhe kisha jo nuk u mbyll, po u shkatërrua. Dhe ku ka ardhur profesor Hasan Seka, këtu ka vënë duar në kokë kur tha që çfarë keni bërë. Që ata kishin shkatëruar çdo gjë, se kishte gjëra shumë të rralla, shumë që kishin me vlerë historike, kulturore, fetare të gjitha, që tregonin besimin në këtë zonë. Dhe çfarë ishte kjo kishë? Gjatë bisedës bashkë, neve kemi diskutuar, ndoshta për kurioziteta, për ide për ata që neve do na ndjekën emisionin tonë së bashku, ju më treguat që diku këtu ka qenë repart ushtarak mbi rrënojët e kishës dhe ndërtuar dhe një ndërtesë diku që është, nëse operatori jon, nëse mundesh na ilustroni atë pamjen, diku ajo ka qenë një repart ushtarak, nëse mundesh, dhe për ta ilustruar më shumë bisedën tonë me Atin dhe për të treguar një realitet e asaj kohe kur njerëzit kanë shkatëruar dhe historinë. Njerëzit janë ata që dhe e mbajnë gjallë, por njerëzit janë ata që e shkatërrojnë historinë e një kombi. Ju më keni shpjeguar që kur ishte repart ushtarak, vetë ushtarët laheshin në një beton në erë, do ta thosha varr, po i bëri betonuar dhe kthyen në një vask lare. A është vërtet kjo? Kjo është e vërtet. Siç tham, në shumicën e kishave, siç ndodhen në gjithë vendin, u kthyen në repart ushtarak. Edhe kisha jon këtu u kthye në repart ushtarak. Edhe pjesa atje ku ka qenë shkolla, se kishat kanë pasur shkolla pranë, kjo ka pasur dhe dyqan, u kthye në gazenë ushtarak. Fjetin për ushtarët. Kisha repart, edhe ajo kthye fjetin që flinin ushtarët. Dhe këtu ndodhi që varri i thoshin Dhaskal Zagali, sepse ishte mësues ose Thana Zagali,
duke qenë se të gjithë varret e tjera ishin me gur, ai ishte me beton, u përdor si vaske lashin ushtarët. Është e vërtet kjo? Kjo është e vërtet, kjo erdhi deri në ditën e fundit. Deri ditën e fundit ne kemi dëshmi të gjallë edhe njerëz e di të gjithë, po ti pyesësh mosha e madhe, e di se ka shkuar gojë me gojë kjo. Dhe kjo deri këtu arriti. Deri këtu arriti sa përdoreshin edhe këto gjëra, domethënë përdorë për vash për dolar ushtarët. Dhe derisa në fund fare e shkatruan çdo gjë. Dhe nga kisha ka shpëtuar vetëm një këmban. Shpëtuan të dyja, po njëra u vot mas viteve 90 dhe ka shpëtuar vetëm një. Ekziston sot kjo këmban? Ekziston, është e vendosur te kisha e re që kemi rindërtuar që nga themelet. Para se ne të kalojmë të bëjmë bisedën tonë me pyetjet tona një pas njëshme në pjesën e brendshme të kishës së re që është ndërtuar. A ka diçka tjetër, kuriozitet, kjo zonë pasi përveç se pemët e larta që janë sot një monument natyre të ruajtur nga shteti, ka diçka tjetër kjo zonë? Kjo kishë, kjo zonë ose këto varreza këtu ka disa pemë që janë shumë të hershme, shumë të lashta, të cilat ruhen nga ministria që merret me këtë punë, monumenti natyrës, dhe këtu në këtë kishë ne kemi dhe varreza të luftës së parë botërore. Dhe njerëzit dinë, thonë këtu janë varrosur të ushtarë të Austro-Hungarisë në luftën e parë botërore, në betejën që u bën në lumin Seman, kur ushtarët disa nga sëmundi, disa u plagosën dhe janë varrosur këtu. Në varre masive? Në varre masive. Dhe këtu na kanë ardhur arkeolog gjerman, që kanë punuar te qyteti Arnisës në Babujin e sotme, kanë ardhur dhe kishin të dhëna për këtë kishë, sepse e kishin dokumentacionin të plotësuar të gjithë, edhe kërkonin një pllak që ishte vendosur në krahun e djathtë të kishës tonë, një pllak bronzi me kokë të rrumullakt. Dhe unë u interesova dhe shumë njerëz këtu e mbanin mend atë, por gjatë shkatrimit nuk dihet se ku shkoi. Si shikoni besimin ortodoks në këtë zonë të Myzeqes, pasi në parantezën e hyrjes të emisionit tham, një kishë e ndodhur në zemër të Myzeqes. Si shikoni këtë? Kjo është një enori, si thash, një enori shumë e madhe. Përpara vitit 67 në këtë kishë vinin 7 fshatra, duke filluar që nga Imshta, Ngurze Vogël, Ngurze Madhe, fisi i Qosallimet Radi Pashaj, Mazhaj, Zhelizhani, ishin këtu qenë, dhe kisha jon ka qenë me 2 porta. Porta e Imshës që vinte nga ana e Lumit dhe porta e përpara këtej që ishte për zonën. Dhe ka qenë një zonë e gjerë që vinë në këtë kishë, dhe kjo kishë ka qenë gjithmonë me 3 klerik. A mund ato shemra të klerikëve? Nëse ju banin mund? Po. Si thash më para, i pari ka qenë ikonom Theodori Zagali, që ishte edhe mësues. Dhe pastaj vjen Papa Elia, Papa Nikola, Papa Petro dhe Papa Trifoni, që kanë meshuar në këtë kishë. Papa Elia e kemi dhe atë Elian e kemi dhe dëshmorët atë dheut. Ishi varrosur, eshte edhe ti në tërhen pranë varrezave të dëshmorëve në Lushje. Ky ka marrë pjesë edhe në lëvizjen e Fierit, sepse në këtë kohë ka qenë prift në kishën e manastirin e Shën Nikollës në mbyt të Fierit, dhe ka marrë pjesë në lëvizjen e Fierit, dhe në fund pasaj ka ardhur këtu në kishën e tij, në vendlindjen e tij. Para se ne të kalojmë te pjesa e kishës së re, të dy bashkë ne mund vëmë tek pjesa e të gjithëve, sepse këtu kemi edhe një besimtar që na ka ardhur pranesh. Është Josif Toli. Dhe të uroj një herë, çfarë thot kisha? Uratat kisha ishin gjë më shenjtë, më dritë. Ata mund na shpjegoni pak të lutem? Si thash, këtu ku është ndezur kyqëri, këtu ka qenë altari dhe këtu ka qenë një gur që u gjet në rrënoja që i thoshin guri i meshës. Edhe njerëzit pavarësisht se neve bëm kishën e re, ata vinë këtu, do ndezin atje, vinë dhe këtu në vendin e kishës vjetër dhe ndezin qiri dhe luten. Dhe ne prandaj dy besimtar bëm këtë kishës, ose ne themi paraklis kishës e vogël, që njerëzit të vinë të ndezin qiri që mos i fiken atëherë dhe vendi dhe trulli të ruhen. Vinë shpesh ndezin qiri? Po, vinë dhe në kujtimorat që kanë, edhe për gëzime, edhe për pagëzime, kurorëzime, edhe shërbesat e varrimit, që si thash është zonë e gjerë dhe ka lëvizje. Kështu që neve u munduam që ta ruanim këtë trull, edhe i munduar e kemi ruajtur deri tani,
edhe gjërat e vjetra që kemi gjetur, i kemi marrë dhe i kemi çuar atje dhe prandaj e ndërtuam me këtë sepse njerëzit vinin dhe besimtarët të Atë mund të kalojmë te kisha e re. Atë jemi kthyer brenda në kishën e Shënt Dimitrit. Folëm për gjithë historikun e kishës së vjetër. Aktualisht ne jemi në një kishë për mua shumë e zbukuruar, shumë e mbajtur, shumë besimtar dhe shumë domethënës për zonën e Myzeqes. Dhe neve do kalojmë nga pyetjet tona një nga një për të zbuluar atë çka është e mira, jo vetëm për zonën e Myzeqes, por dhe për vetë kishën, por dhe për vetë ju që predikoni besimin ortodoks në këtë zonë, por gjithçka që ne dim apo ju dini për të treguar realisht dhe fokusi juaj për këtë emision për të treguar gjithë historikun përbërës në këtë kishë. Ne do kalojmë një nga një në pyetjet tona, besoj se aty është tip që flet drejt për drejt apo i lishëm i themi neve, jo ashtu me ngjyra si duan të tjerë, ne duam gjërat ashtu si bardhëzi se si jemi në realitetin e vërtet të kohës. Ne do kalojmë te pyetja parë duke thënë që atë gjoka, si nisi historia e kishës së Mazhe dhe çfarë përfaqëson ajo në komunitetin ortodoks të zonës? Historia e kishës së Mazhe, siç folëm dhe për historikun atje, ka qenë shumë e hershme. Por siç ndodhi në gjithë vendin u prishin 67 dhe këtu gjithë zona ngeli e zbuluar, nuk ishte një vend për të ndezur një qiri për të bërë një lutje. Atje tek ajo kisha e vjetër, në vitin 97, tu vjen një misionar, Atë Martin Rici, që sot është në Amerikë, dhe kryen një liturgji hyjnore në ambientet e jashtme të kishës. Popull i madh, u hunguar shumë njerëz, ishin të jetur për besimin e tyre se ishte kaq kohë që siç thamë që ishte çdo gjë e mbyllur, edhe zona ishte s'kishte kishë, ishte e zhveshur, dhe ky bën një thirrje këtu, kërkon një kandidat djem nga zona për të shkuar në Akademinë Teologjike për të patur një bari dhe kjo zonë. Dhe kësaj thirrje ju përgjigjon. Dhe në vitin 1907 unë shkova në Akademinë Teologjike dhe në 23 qershor të vitit 2000, unë jam jetonist vëdhjak në kishën e Ungjillizimit në Tiranë, nga Fortëlonduria e Ndjerë, kryepiskopi ynë Anastas. Dhe mbarova studimet atje dhe pastaj vi në zonën time. Një bir prifti që ishte drejtor shkolle, më thot mua, mësuesi pa shkollë dhe prifti pa kishë dhe pa enori, nuk është asgjë. Do të thoshe që zona ka nevojë për një kishë. E menduam këtë për duke qenë që donte burime financiare, burime ekonomike, ne si shtam që s'kishim asgjë, ishim zero, dhe menduam që atë fjetirin e ushtarëve, ish dyqanin e kishës, ish kamënaria e kishës së Shënt Dimitrit, ta përshtatshin si një kishë. Që njerëzit kishin ku të vinin, të ndiznin një qiri, të faleshin, të luteshin për familjet e tyre, për të afrit tyre të fjetur dhe ata që janë gjallë. Dhe u munduam dhe përshtatëm atë si kishë e cila funksionoi deri në vitin 2012. Dhe kjo kishë para pregatiti atë që u morën material, tullat e kësaj kishe janë mbledhur nga fondi e kësaj kishës që përshtatëm neve. Që ka nisur rindërtimin kjo nga themelet. Që nga themelet. Kalojmë te pjesa tjetër, si nisi rrugtimi i besimit ortodoks në këtë zonë në mes të Myzeqes? Si thash, besimi edhe pse u munduan që ta mbyllin, ta lidhin, ta fshinin, rrenjën ngelën. Dhe dëgjojmë nga të parët tanë edhe në atë kohë që ishte e monizmit, kur vinte koha e Pashkës, edhe njerëzit edhe pse s'kishin kalendar, se dinin, po duke qenë se të krishterët e parë e llogarisin në lëvizja e hënës, ditën e Pashkës, dhe thoshin e diela e parë mbas ekuinosit pranveror, llogaritet e diela e Pashkës. Edhe kujt një vezë në fshehtësi, edhe pse që nuk lejohesh. Edhe desha të them me këtë që besimi asnjëherë nuk u zhduk, po vazhdoi brez pas brezi, edhe shkoi bashkangjitur me traditën e zonës. Tradita e shenjtë, i themi ne, nuk e kundërshton asnjëherë shkrimin e shenjtë. Dhe besimi vazhdoi dhe mbas viteve 90 ky pastaj filloi dhe
se njerëzit që thash ishin të jetur, edhe kërkonin diçka që u ishe privuar nga sistemi i kaluar. Cili ka qenë jeta juaj si ekonom dhe si keni përjetuar shërbesën e parë mes njerëzve të kësaj zone? Siç thash, unë në 23 qershor të vitit të 2000 jam hiretonisur dhjak. I shkalla e parë. A ka pas vështirësi ati në shërbesën e parë për të dalur para njerëzve dhe për të predikuar atë çka ti ndjedhe në shpirt, po dhe nga fuqia e natyrës? Vështërsia ishte, por unë pata fatin e madh që mbas mbarimit të Akademisë Teologjike, unë punova 3-4 vjet punova në Mitropolinë e Beratit mbas hirësisë së fjetur, hirësisë i Zot Ignatit, i cili pranë ti për mua ka qenë një shkollë e dytë. Ka qenë një shkollë e dytë. Edhe këtë vështërsi që unë kisha, domethënë që çdo njeri e ka në fillim kur ka të bëjmë në marrëdhënie me besimtarët, me publikun, në marrëdhënie publike, unë e kalova mendimin e tij, me këshillat e tij, edhe ja dolu. Fituat. Ja dolu. Festa do të kalojmë në një pikë që është pak shumë domethënëse dhe shumë reflektuese nga njerëzit, kur shpeshherë kujtohet 26 tetori, si festa e zonës së Kishës së Mazhajt. Tashme e kthyer në një traditë. Organizohet si simbolik këtë ditë për komunitetin, apo është me vërtet një festë që ka panajire, ka lule, ka bamirësira, ka sjellje, njerëzve ka... Si e keni mënyrën e të organizuar se kësaj feste tradicionale të zonës? Do të tregoj para se të hyj në pyetjen tuaj, do të tregoj jemi në trullin e Kishës së Shëllimitrit dhe në kohë kur neve kërkonim bërjen e Kishës së Re, këtu ka ndodhur një mrekulli. Këtu ku jemi. Kjo tokë ishte e punuar. Dhe ishte dhënë me qira një besimtari këtu dhe ishte mbjell lionxh. Dhe mitropoliti i ndjer Qersi Ignati vjen këtu, e ftojmë neve dhe duke i lajmëruar besimtarët tonë kish të vini të flasim me mitropolitin dhe të caktojmë edhe vendin, se duke qenë trulli Kishës Vjetër ishte mes varrezave, donin që të spostoheshin pak nga trulli brenda pasurisë së Kishës, brenda trullit të Kishës, që kisha të përdoresh edhe për pagëzime dhe për kurorëzime. Dhe kur ka ardhur Qersia, ka qenë ballë për ballë atje ku është rapi i Kishës, dhe ku e duan besimtarët, tha, të mbet kjo kishë. I thanë këtu, u përgjigjen në një zëri të gjithë besimtarët, edhe ai bekoi me të dyja duart, edhe në këtë, siç thash, prandaj e thash që ishte tokë e punuar dhe mbjell lionxh, këtu në trullin e kësaj kishe, kur nuk biu një fije bari. Dhe kur e kam thënë hirësisë, u ngrit në këmbë, tha, nuk e bëra unë, tha, e bëri Shëmitri. Edhe kjo kishë eci me apa gjigant, do ta quaja unë, se nuk është kollaj të ndërtosh një kishë, sepse do investime të mëdha, eci me hapa gjigant që unë kur e kujtoj sot, them si u bë. Si u ndërtua? Si u ndërtua. Edhe Pietropi im, ngjes pasin Farstavër Nushi, ka vdekur me fjalën, kush më thot mua se si u bë kjo kishë? Kush ma thot? Kush ma jep këtë përgjigje? Të kalojmë të festa. Të festa. Kjo duke qenë se kisha mban emrin e shenjtorit të Shëllimitrit, Ato unë të shikoj që duke folur shpesh për pjesën e kishës, unë shikoj që ju ndjeni një kënaqësi dhe shikoj lot gëzimi në sytë tuaj. Pse pikërisht kjo? Kjo më vjen sepse kur i kujtoj, domethënë ku kemi filluar dhe ku kemi ardhur, ka qenë një sakrificë e madhe. Për kushtim i jashtëzakonshëm. Keni dhënë shpirtin për këtë zonë. Prifti mund të jetë i shkëlqyer, por nëse nuk ka mbështetjen e besimtarëve të komunitetit, është zero. Me ndihmën e besimtarëve dhe të komunitetit, të gjithë lloje besime, pa i ndar, kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për ndërtimin e kësaj kishe. Dhe ne kemi ecur shkallë. Edhe Hirësia thoshte, kur mbyllet një dritare, thoshte, Zoti do të hapë një tjetër. Edhe me të vërtet, siç tham, ne kemi nisur këtë nga zero, nuk kishim asnjë gjë. Por suksesi jonë ishte sepse neve nuk kërkonim të ardhur monetare, po kërkonim materiale. Dhe kur e kërkon material, është më besueshme. Është më besueshme dhe neve na rezultoi e suksesshme. Atë kërkojnë ndjesë që të futa pak shumë dhe pashu
u preke në mënyrën emocionale të komunikimit drejt për drejt, dhe kjo është emisione me skemi që a i bëjmë janë diçka natyrale dhe ne nuk mund të ndryshojmë dot, po të rikthehemi tek ajo festë që ju keni nisur çdo 26 tetor. Ne si tham e filluam nga zero dhe duke qenë se kisha jonë ma në emrin e Shën Dimitrit, edhe të gjithë e festojmë këtë, jo se do vendosesh që ishte, po ka emrin kisha dhe e feston zona. Në fshatin tim për shembull, gjysma e fshatit feston Shën Dimitrin dhe gjysma Shënhillin. Dhe nuk ka më të bukur, se hidhemi te tradita, nuk ka më të bukur kur të parët tanë, kur kishte fest, disa kishin Shën Dimitrit, pjesa tjetër shkonte uronde. Shkojnë për shtëpia me dreka, me darka dhe e festonin. Pastaj kur kishin ata Shënhill, shkonte pjesa ata që festojnë Shën Dimitrin, shkonin atje. Dhe kjo traditë vazhdoi dhe vazhdon dhe sot. Dhe ne u munduam që ta ruanim këtë, duke pyetur dhe më të moshurit, edhe më të diturit, u munduam që kjo mos të humbe. Edhe kjo vazhdon edhe sot e kësaj dite. Gjatë rindërtimit të kishës janë gjetur vlera arkeologjike. Çfarë mund të na tregoni për to dhe rëndësinë që ato kanë? Neve këtu u munduam, si thash, ai vendi që pam të trulli kishës vjetër ishte me pirgje dheu, me llaçra, me gjëra, dhe unë kërkova ndihmën e bashkisë ose komunës që ishin atë kohë, dhe ata më sollën një skavator dhe unë fillova që ta sheshoja atë vendin e kishës, dhe gjatë sheshimit neve atje gjetëm pjesë të kishës së vjetër, si kolona, kapitele, gjetëm gurin e pagëzimit, gjetëm gurin e meshës që i thoshin ata, kemi gjetur kryqje të vjetër që ishin në rënoja. Kemi gjetur dhe gjuzën e kambanës, ajo që tingëllon atje, e kemi gjetur në rënoja të asaj kishe, dhe i morëm të gjitha këto për të treguar që kjo ka një vjetërsi, ka një histori, ka një lashtësi, dhe i kemi vendosur këtu pranë hajateve të kishës që ato të mos të humbin. Besimi ortodoks flet shpesh për mrekulli. A ka ndonjë ngjarje të veçantë që ju ose besimtarët e kanë përjetuar në këtë kishë? Siç thash, mrekullia e parë ishte e trullit, që këtu nuk biu asnjë fije barë. Mrekullia e dytë ishte që neve na heci aq mbar sa kjo u ndërtuar në një kohë rekord për 4 vjetësh. Dhe këtu çfarë shikoni çdo gjë këtu është bërë me kontributin e besimtarëve. Edhe unë e di çfarë quajnë të shenjtë. Unë kam një regjistër të dhuruzve. Atje kam një listë që është mjaft e veçantë, që janë lista e pensionistëve. Kur pensionistët e fshatit, e të zonës, që me atë pensionin e vogël që marrin, ata kontribuan. Edhe unë ata e quajnë, jo se hedh poshtë të tjerat, por e quajnë të veçantë, dhe ato pak që ata kishin, nga ato të paktat ata dhuruan. A e ruajnë vetë besimtarët kishën e Mazhajt? Tani ne kujdesemi këtu, besimtarët e ruajnë kishën e Mazhajt, dhe në çdo vend tjetër besimtarët e ruajnë kishën. Pse do thuash? Sepse ata ndjejnë që ka një tull nga kjo kishë, nga ato që kanë dhuruar. Kanë dhe ata një pjesë nga kjo, një tull e vendosur në këtë kishë, edhe e ruajnë. Dhe për të ecur kjo më shumë, Mitropolia dhe Kisha Ortodokse, ato që falet Shqipërisë, kanë ngritur grupe katekizmi, dhe këtu kryen katekizëm, do të mësojnë fëmijët të rinjt rreth besimit, që kjo të vazhdoj. Atë ndalim pak të rinjët, a ka besimtar të rinj që vinë në kishë pasi shpesh ne flasin që të rinjët janë larguar. A ka kisha juaj besimtar të rinj? Kisha jon ka besimtar të rinj shumë, dhe si thash, unë te ata më shteten dhe më ndihmojnë. Më kanë ndihmuar dhe më ndihmojnë për çdo nevojë që ka kisha, si përmbajtjen e ambienteve të jashtme dhe çfarë nevoja ka kisha brenda. Dhe këta të rinj marrin pjesë të grupet e katekizmit dhe janë pagëzuar, si dhe fëmijët. Pavarësisht se dhe kohët që kanë ardhur tani, një pjesë e tyre janë larguar në emigrim, po përsëri ata kontaktet dhe lidhjet unë i ruaj me ta. Edhe atje ku janë, ata kontribuojnë. Dhe që atje ku janë, me një thirrje, dhe atje ku janë,
me sa mundësi kanë, sepse edhe ata kanë sakrificën e tyre atje, se nuk jeta është e vështirë kudo që të shkosh, pa punë, pa mundim, pa sakrificë, nuk ka. Dhe ata i ruajnë lidhjet këtu, dhe kur vinë për Krishtlindje, ose për Pashkët, ose në gusht, ata vinë në Kisht të gjithë. Në tregove shumë histori, në asove nostalgji, përjetove atë dëshirën tënde duke lutuar gjithë atë pjesë që tu shprehet. Para kishës juaj ndodhet një rap monument të natyrës, që ruhet nga shteti. Ky rap ndoshta s'flet, po brenda tij ka shumë histori. A ka diçka të veçantë ky rap, një histori që sot qëndron krenar dhe një nga diçka që sot kjo zonë dhe si Kish njihet me këtë rap dhe me të Kish të vjetër, që të dyja bashkë formojnë atë historinë që të gjithë ne kërkojmë ta nxjerrim, por është vështirë të tregohet ajo çka ta dim në brendësi të tyre. Është një bekim që në borën e Kishës ose në sheshin e Kishës ndodhet ky rrap madhështor. Ky rrap madhështor, sipas gojdhënave që ishtë transmetuar, ai mund t'i mbjellën përpara, por flitet për një besimtar të asaj kohe, një Naum Gana, i cili e ka mbjellë. Edhe po ta shikosh në hyrje aty, ne kemi vendosur një plakat atje për atë që e ka mbjellë. Edhe ky është një rrap shekullor, i cili mrekullisht ai i mbijetoi kohëve dhe arriti që Gjithë besimi, gjithë kjo, a ka lidhje me pjesën e rapit? njerëzit atë nuk e kanë prekur, edhe pse edhe në kohën e monizmit u munduan që aty vinin traktorat që kryenin shërbimet, vajrat gjitha që ndikuan në tharjen e tij, se degët e tij ka qenë të shtrira shumë gjatë dhe u prerën. Por siç thashëm në vitin 2000, neve i bëm një mur kështu provizor dhe mbushëm dhe kjo ndikoi në rigjenerimin e tij. Dhe perimetri i tij është 7 metra e 60 cm. Dhe ai ka thithur shumë tabela, ka pasur tabela të vendosura nga institucionet, monument natyre, dhe ato tabelat, po ta shikosh nga pjesa andej, ato kanë ndikuar dhe në atë plagën që ka ai, sepse ndrysh ko gjithë ato kryenin atë. Dhe ky rap ne e ruajmë me nostalgji, sepse shfatje kemi si thash, dhe njerëzit e kanë ruajtur breza deri në ditët e sotme. Përveç asaj mrekullie të natyrës që ka ky rap, investimi i kësaj pjesës së përpara Kishës është investimi i institucionit bashkisë, kush e ka investuar? Ky shesh këtu lindi si ide, se neve kërkonim që të bësh një diçka e bukur, duke qenë një kishë e bukur, do të kishte edhe një shesh të bukur. Dhe në vizitat që bën organet vendore këtu të bashkisë, kryetare e bashkisë së Lushjes, Zonja Risilda Sefa, edhe bashkë me inxhinierët me stafin e saj, dhe hodhën një ide që këtu mund të dalë një shesh i bukur. Edhe ne ndoqëm këtë gjë, edhe ajo na u përgjigj dhe kanë dhënë një kontribut, ata sollën plakat, bordurat, të gjitha ato, edhe një pjesë i blem neve, sepse duke qenë që ishte sheshi pak më i madh, është 515 metra katror, dhe na ndihmuan që ne të arrinim ta bënim këtë. Sepse është një nga vendet Kishat që ka një pamje shumë të bukur në hyrje me atë rapin madhështor, këtë historinë e Kishës vjetër, të Kishën e re të ndërtuar me disa ikona të shumë të bukura, të pikturuara, dhe e bën të Kishën shumë agjepse kur vjen në shikon. Siç thash, domethënë neve ishte nevojshme bërja e këtij sheshi, ne paguam pagën e ustallarëve, edhe disa materiale të tjera plotësuese, se edhe bashkia ka punë të saj, por gjithmonë na ka ndihmuar, ka qenë bashkëpunues, siç thash, edhe neve arritëm të ta bënim këtë, dhe në njëjtën kohë ne punuam edhe brenda ambienteve të Kishës, kemi punuar brenda ambienteve. Ju shikoni ikonografinë murale që është bërë këtu brenda, dhe e cila vazhdon,
vazhdon i punuar Nëse operatori në lumet mund na rikthej kamerën për të shikuar këto piktura morale, pasi janë të pikturura në mënyrë shumë të bukura dhe të mbajtura mirë, që sot kjo kishe mazhajt u bë pjesë e emisionit kësaj së shtune që ne do jemi me shikuesit në emision Personazhe në Fokus, duke rikthyer gjithçka atë besim që kanë njerëzit vetë në këtë zonë, për t'i dhënë atë çka ne dhe të gjithë ne duhet të kontribojmë, jo vetëm se thjesht si besimtar të besimit ortodoks, për çdo lloj besimi, atje ku kultet janë, duan ndërtuar dhe gjithë institucionet për sa i mundësi që të kenë, duhet të ndihmuar për t'i dhënë diçka të bukur çdo kujt që jeton në çdo zonë të tij që bën jetën e përditshme. Para se ne të kalojmë, se nga dalë emisioni tonë i vjen fundi, çdo fillim ka dhe një fund. Besoj se nëse ke diçka për të shtuar, mund të ma thuash, që nesër mos kur dalë emisioni thuash, o babo, kjo më ngeli pa e thënë, sepse kjo ishte kështu, po kjo ishte ashtu. Thjesht gjithmonë duhet falenderoj të gjithë besimtarët, të gjithë kontribuesit, të gjithë dhuruesit që ka bërë të mundur ndërtimin e kësaj kishe, ikonografinë e saj, e cila vazhdon edhe tani, dhe gjithmonë jam mirënjohës, Zoti t'i bekoj, mbarësi nëpër familjet e tyre, kudo dhe ata që janë larguar, kudo që jetojnë, edhe gjithmonë neve kur i kemi përthirrje na përgjigjur dhe unë gjithmonë i them faleminderit. Para se të kalojmë te mesazhi yt i fundit, ju e thatë një fjalë për mbledhur, por unë do të lira pa të gacmuar pak, përveç se ju përcjell një mesazh për të rinjt, për zonën, lidhur me trashëgiminë shpirtërore, për ruajtjen vlerat, besimin ortodoks. A keni diçka tjetër për them për drejtuesit e kishës ortodokse, apo për këtë lloj politike që na tërron çdo gjë tek pjesa e besimeve? Keni diçka? Kisha gjithmonë i bashkon njerëzit. Asnjëherë nuk i ndan. Edhe neve vazhdojmë gjithmonë, kur thoshte edhe fort lumturia i ndjer Kryepiskopi Anastas, gurët ja i hedhin, neve i kemi bërë gurë të cepit, gurë të themeli ndërtimit kishave dhe gjithë vendeve ku kanë qenë dhe janë, se kemi shumë, edhe sot kemi shumë troje kishas që i kemi të rënuara, edhe vazhdojmë të punojmë, vazhdojmë të ecim përpara, gjithmonë përpara. Dhe thirrja ime është dhe mesazhi im është që njerëzit mos të largohen nga Zoti. Gjithmonë pranë Zotit. Sa është fuqia, shpresa dhe ndihma e të gjithëve. Të falenderoj që ishe sot, u rrëfeve për gjithçka, rrëfeve atë çka ishte një histori për emisionin Personazhe në Fokus. Dhe unë ju falenderoj juve si media për punën tuaj të shkëlqyer që ju bëni, për promovimin e vendeve të shenjta të gjithë myzeqes, sepse myzeqeja, siç quhesh dhe përpara, ishte djep i ortodoksisë, po të shikosh në çdo kisha, në çdo fshatra ke nga 2 kisha, nga 3 kisha. Një pjesë e tyre janë monument kulture, që cilën po i shikojmë tani domethënë që ka filluar restaurimet, si kisha e Bishqetmit, kisha e Shëntotit në Katipashaj, presim për kishën e Shënkollit në Krutjet. Zoti të ndriçojë mendjen që të bëjnë gjëra të mira, që këto të tregojmë vlerat, historinë, kulturën e këtij vendi. Të falenderoj. Dhe unë Mitë e mi, edhe për këtë të shtunë emisionit erdhi fundi. Me mua dhe me atë të Rito Gjokan, ju takojmë të shtunën e ardhshme me një emision tjetër, me një personazh tjetër.